Po më pëlqen qasja e Imam Shafiut para 1200 vetëve këtë thonje ka thonë. Domethënë, mos rrin atë vend ku s'ka mjek. Edhe prodho kushte, domethënë që kush ka me të shëru ty me kon i mirë. Domethënë faktikisht me pas ambulancë, me pas poliklinik, me pas spital, se s'mundet janë nivele, domethënë ti s'mundesh me një ambulancë me shëru problemet e komplikuara shëndetësore. Kur thotë mos rrin në vendin ku s'ka mjek, domethënë ai vend është i pazhvilluar. Domethënë tash kur e ndëgjon këtë porosi, nxjerrë para vetes një vend në Afrikë që s'ka kur gjë. Sjetohet atje dhe me dashur. Ama kjo qëllimi i kësaj porosie është kjo. Nëse jeni komunitet i ri, në një vend të ri, atë fillo zhvillimin infrastrukturor. Mos e bën shtëpinë tonë ti. Kjo është ajo. Mos e kishit veç galën tonë. Po prodho dy institucione bazike që ta mbrojnë shëndetin imanor në këtë rast edhe intelektual dhe shëndetin fizik biologjik. Për shembull, sa njerëz në Afrikë vdesin nga malaria. Pse s'ka ambulant ku ata do të vaksinohen kundër malarias, a kupton? Me pas mjek edhe me pas ambulanca që ata vaksinohen kundër malarias, nuk vdesin nga malaria. Në Shkup, spitalet private që i ceke janë të mbushur me vëllezërit e motrat tona të Kosovës. Pse po ndodh kjo? Pse Maqedoni fiton ato pare të fituara me mund? Masi jena të kjo teme Imam Shafiut që shumë lidhet me këtë temë. Po është domethënë ajo një prej brengave që kemi na si shqiptar që jetojmë në Maqedoni, për atë që ndodh domethënë sidomos dy spitale kryesore private në Maqedoni, pacientët kryesorë i kanë prej vëllezërve dhe motrave tona që vinë nga Kosova. Ekskluzivisht. Edhe operimet e tyre domethënë janë shumë shtrenjtë, se zakonisht vinë për probleme që s'gjen zgjidhje për to domethënë ndoshta në Kosovë. Është dilemë shumë e madhe, është pyetje domethënë shumë e vend, është problem shumë i rëndë, edhe me ato parë të atyre pacientëve ata domethënë i kanë zhvilluar instrumentet e tyre dhe kanë arrit një standard spaku pjesën teknike, një standard shumë të lartë botnor. Pjesën e profesionale mjekësisë është mohabet që ka për të diskutuar aty domethënë. Po normalisht këtë është ai dështimi i dy segmenteve, mendoj unë, Allah e din më së miri, i pjesës do thotë institucionale e pushtetit qeveritare, ku qeveritë tona, si e përmenda më herët, domethënë nuk e zhvillojnë sektorin e shëndetësisë në baza profesionale dhe meritokratike, po në baza domethënë të afërsive partijake dhe andaj fatkeqësisht në shumicën e shtetet tona shëndetësia shtetënore nuk është në nivelin e duhur, është shumë larg asaj që dëshirohet. Pjesa private domethënë është shumë larg prej asaj, shumë larg më lart spaku të pjesa teknike sa ato që janë do thotë sektori shëndetësor shtetënor. E tani te pjesa private, domethënë nuk ka mujt me kuptu kur si ka mundësi për shembull në një shtet që ka disa domethënë multimilionera, mos me pas mundësi ata për shembull me bë bashkimin e kapitalit vet për me hap një spital privat i cili ka i trajtu këtë çdo probleme serioze që pacientët do thotë nga Kosova vinë në Maqedoni për to, mi i trajtu në Kosovë. Kur ki kapital edhe kur ki marrëveshje me fondin e shëndetësisë, atëre mjek që do i paguash mirë të vinë për këtë botës. Edhe nëse s'ki kuadër popullin tanë. Po, dhe, a zakonisht për shembull nëse ti pagun mirë, kemi pas mjaft kuadrat brenda popullit tanë. Se na kanë nënçmojmë kuadrat tona, po kuadrat tona sot udhëheqin domosdoshmë shëndetësinë e Gjermanisë dhe Zvicrës 100%. Domethënë e kam qëllimin këtë kuadrat më të mira që atje janë domosdoshmë kuadrat shqiptare. Me dëshmom janë drejtora reportesh. Edhe në Gjermani dhe në Zvicër. E tash do thotë ata mjek që janë botë mëdha atje, janë botë më për shkak sukseseve që kanë pas. Që i njëjti mjek me pas net këto, me pas kushtet atje edhe këtu i bëj madh. Mirë po na pse toni se vlerësojmë, atëherë kemi nevojë me thirr dikan prej Amerikë ose prej Evropë ose prej vendeve tjera me na ofru domethënë mjekimin e popullit ton. E normalisht kemi paguajtur atë 2 fiqen, 3 fiqen asaj që pagon mjekun ton. Ky mos organizim, ky mos bashkim i forcave të multimilionerave që kemi na ka bëu që ata edhe pse janë bërë disa spitale private edhe në Kosovë, tani kohën e fundit nuk kam shumë informata se sa janë, po janë bërë disa për tyre, po fatkeqësisht hala kemi na njerëz që prej Kosovë vinë për të trajtuar këtu në aspekt shëndetësor, edhe është një breng, edhe është një gale që
lip zgjidhje, po zgjidhjet janë këto. Shteti, e dyta sektori privat me bashkimin e forcave kanë mundësimi të kalu edhe me ofru zgjidhje qytetarit që mos ketë nevojë me shku askon jashta shteteve tona. Se na jemi të vetëdijshëm se për shumë operime të rënda, do thotë popullata jonë e Ballkanit përgjithësi, o shkon në Austri e në Gjermani, ku është shumë më shtrenjtë, ose shkon në Turqi. E tani kohën e fundit e pak në Greqi, ku njëjtë ka kualitet lartë, po çmimet janë pak më të lira se sa Gjermania dhe Austria. Normalisht kush është milioner zakonisht e preferon Evropën, kush nuk është milioner e gjen si zgjidhje Turqinë ose Greqinë, po përsëri domosdoshmë është kjo devalvuese për ne si shoqëri, për pushtetet tona dhe për shoqëritë tona. Në këtë mejdan të folë më kujtuaj ndodhia e vërtet, po është si një lloj barcolete, kur shkon ish kryetari i Egjiptit tani më i ndjer Hosni Mubareku në Gjermani për trajtim. Edhe thot stafi mjekësor nuk e njohin kush është, edhe edhe trajtojnë. Edhe këthon, e dini kush është kjo? Kush është kryetari i Egjiptit? Do 30 vjet ka studiuar me Egjiptin. Ka thonë po çfarë kryetari ka kanë që duhet marrë në Gjermani mu trajtuar, që se ka basti spital për shkak që ai me shumë atje mu trajtu. E këto janë problemet tona. Po faktikisht shumica edhe politikanëve tonë kur kanë mu trajtu nuk trajtohen këto të na trajtohen jashtë. Edhe kjo është argumenti i mjaftueshëm për dështimin e pjesës më të madhe të figurave politike që tash 20-30 vjet po na udhëheqin neve. Domethënë, gjatë qërimit të ish presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak në Gjermani, një anesteziolog e pyet infermierën që shërbente atij. Kush është ky? Ajo i thot, "Qyse një ky është ai që ka qeverisur Egjiptin 30 vjet, Hosni Mubaraku." Ai i thot, "Si duket pas ka qenë udhëheqës i dështuar." Ai ja kthan thot, "Pse? E si e dini që është dështak përderisa ju nuk e njehni dhe pyetni për të?" E ke ja kthan thot, "Kush e qeveris një vend 30 vjet dhe nuk arrin me ndërtuar një spital për ta shëruar vetveten dhe bijtë e atij vendi, ai vërtet duhet të jetë një dështak." Kështu që Po. Njerëzit si Hosni Mubarak edhe të ne Shive na për shembull kur lexojmë këtë ndodhi me Hosni Mubarakun qeshemi se kalon në Barcolet, sepse është për mi, po mi po gjendja e tëra nuk është më mirë. Po, Është që admirimi është i madh këtë rast ku na për shembull po çe blerim Latifin, fal si po ndërprej. Se gjithmonë e përmeni si shembull të keq. Çdo ditë del në para televizionit, del thot Sani Hylli lavdrohet, shish gjithë të rini, Sani Hylli fulla në këne, unë e shkruajta në status, thot, po ti shka krenohesh me kallaballikun që u ka bën Sani Hyll. Kur çaj kallaballik në Shkup, në Sistin, në spitalet e Shkupit nga Kosova po i mbushin. Ti krenoh kur ta ndërtosh në spital në Kosovë. Ose në universitet, domethënë në range botnore, domethënë të lartë, normalisht edhe universiteti ka statush tash, edhe spitali ka statush, po është puna se pra unë tentova me bë dallimin në dy segmente. Domethënë teknikisht mund të shkon shumë i bukur, shumë komod. Problemi është brenda, domethënë stafi, çfarë niveli është, domethënë ai kupton mirë mjekësinë, ose kupton edhe është i sinqert apo nuk është i sinqert. Edhe universiteti njëjtë, domethënë mund të shmaf statush universiteti. Po është qëllimi i universitetit me nxjerr intelektual të mirëfillt, domethënë pasionuar pas vërtetës, njerëzit guximshëm për ta mbrojtur mendimin e vet, njerëzit që janë largpamës, vizionar, apo thjesht bësh njerëz me diploma atë. Edhe sikurse na e dim, fatkeqësisht një pjesë e madhe e shkollave private, universiteteve private, sikurse edhe spitalet private, qëllimi është me marr lekun edhe thjesht domethënë me dhënë diplomë dikujt me bën njerin të përgatitur për me marrë një post ministror.